Fillon nga e para me Boni Sala. Duaj e Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Ky është i pari urdhërim. Në adoleshencë me siguri keni qenë një super fan si ndonjë ylli të muzikës pop, apo kishit idhull ndonjë sportist. Ndërsa kur rritemi, ndoshta kemi ndonjë emision që e ndjekim ose ndonjë shkrimtar, për të cilin do ndiheshit të privilegjuar nëse do e takonit. Të ndjekësh Jezusin është njësoj. Si mund të studiojmë dhe të imitojmë çdo lëvizje që ai do të bënte, në mënyrë që të mund të jemi më pranë tij, më shumë si ai, në mënyrë që të njihemi si një super fan si Jezus Krishtit? Ashtu sikur se e dëgjoni albumin muzikor të preferuar, aq shumë sa familja juaj çmendet, po aq të fiksuar duhet të jemi të imitojmë dhe ndjekim Jezusin. A mendojmë për Jezusin çdo ditë? Dhe a e pyesim veten vazhdimisht nëse gjëja që sapo bëm ose tham, do e bënte apo do e thoshte edhe ai? Ky nuk është një ushtrim për devotshmëri, por trajnim për adhurim. Jezusi shkonte në punë çdo ditë në dyqanin e babait të tij, shkonte në darka dhe dasma, shkonte në udhëtime me miqtë e tij dhe merrte pjesë në takimet e gjonpakzorit. Ai rrinte zgjuar deri vonë duke folur me njerëzit dhe ndonjëherë edhe duke qarë. Po, ne ndjekim Jezusin kur shijojmë gjërat e mira në jetë. Po kur vinë vështirësitë, mund të shikojmë se si Jezusi reagoi kur u përball me vështirësi dhe të imitojmë reagimin e tij. Ai u tundua njësoj si ne, por nuk mëkatoi. U mbështet në shkrim dhe i lutej Atit të tij. Edhe ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.